Pra miq, 11 maj, në të vërtet, është ditë e çdo shqiptari, është ora e çdo shqiptari, është ora e Shqipërisë, është ora e adhetarisë shqiptarve. A e shifni ju se ku kemi rënë? Kemi rënë në kombin që sot kemi treguesin e lindshmërisë më të ulët në botë. Kemi rënë në kombin që sot kemi treguesin e jetesës më të keqin në Europë. Kemi rënë në kombin e vetëm që ka një vend që quhet Kanabistan apo Kolumbia e Europës. Miq, me 11 maj, firmosim së bashku për një Shqipëri krenare, për një Shqipëri tjetër. Ne që përmbysëm dikur një diktaturë, ne do përmbysim këtë diktaturë. Ne që antarësuam Shqipërinë në NATO, do antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ne që dolem nga honët e mjerimit në grupin e kombëve me të ardhurat mesme të larta, do ecim drejt mirëqenjes, drejt punësimit, drejt rrogave të larta, drejt shkollimit. Ndaj dhe këto orë që në ndajmë, le ta bëjmë natën ditë, të vazhdojmë komunikimin, kontaktin, bisedat, me çdo të njohur kudo që është. T'i ftojmë, të bashkohemi, nuk është çështja për partitë, nuk është çështja për pushtetin e Sali Berishës, absolutisht jo, por është çështja për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve, për mirëqenjen, për begatin, për punësimin, për rrogat larta, për pensionet larta, për shkollimin e të rive, për ëndrën e të rive në Shqipëri. Është çështja për Shqipërinë në Europë, për Shqipërinë zonjë. Rrofsh Shqipëria, fitore!